Besoj që e nje Suelën. E njo që këna mojnë qafë. Kjo e pone albën gjithë ka. Kjo si maqistarë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni tek fotoja ime dhe të abonoheni. Ditën e sotme do sjell historinë e Edi Koxhait. Është e disajta herë emision live që bëj për Edi Koxhain, 38 vjeçarin, i cili është në proces divorci me ish partneren e tij Alma, ku të dy kanë sjellë jetë 4 fëmijë, 6 po 2 kanë ndruar jetë, dhe një zënk, një konflikt që po vazhdon dhe ende nuk po merr një rrugëzidhje. Nëna në luftë me drejtësinë për të fituar kujdestarinë e fëmijëve, ndërsa babai në luftë me ish gruan duke akuzuar nga tradhtia dhe deri tek braktisja. Përpara 24 orëve, ish kunata e Edit, motra e Almës, ka qenë këtu në live me mua, Suela, e cila ka treguar historinë e dhimbshme të motrës dhe ka kërkuar një përballje me Edi Koxhain, me ish kunatin, i cili e ka akuzuar dhe këtë të fundit. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur dje, dua t'jap një klip të shkurtër kur Suela ka qenë me mua këtu live. Ta janë fëmijë në duart e një dhënuesi Odet. Ai nuk e ka imi në duart Koxa. Ai e ka imi një dhënues familjar. Sa e flisim me Alma kishte shenja. Edhe i thoshëm se ke Alma, jam vrarë, thoshte, duke perdru, nuk tregonte. Nuk e di që jo xheloz, ajo është smur, Odeta. Ka qenë e fundosur aty. Por që kur hyrë te Edi për Greqi, familja e lindë poshtë. Edhe familjen aty ka marrë motra ime, Odeta. Kur na kanë rrethuar rrethanat, i kam ulë Edi, të lutem, nuk mund të sillesh kështu me bashkëshorten tonë, nëse ti ke ato tujat, dil jashtë, ik, shfryj, po jo ke bashkëshorten jote të ushtrosh dhunë. A di se të thon Alma sa ti nuk e ku shkon, se ti për nuk e ke gjallë. Edhe unë të pes duar dhe kom ty, ti s'ke ku shkon. Por pse ndeti 20 vjet motra jote në këtë martesë? Si që bëjnë gratë shqiptare. Unë uroj që fatin e motrës time mos e ketë kush, por që nuk duhet ta lejmë këtë gjë. Po me Edin si po shkon? Mirë më thoshte ajo. Edhe ka qenë Ana dhe Oliri, ka thotë jo Teza, nuk janë mirë. Sepse babi mbrëmë ka rreth mami shumë keq tha. Motra ime ka hëngur dhumë se fëmija pa dashje ka futur 10.000 lekë në sopë, si është fëmijë, edhe motra ime ka hëngur atë fshesën kokës dhe i ka plas gjaku. Ana bërë një gabim, Odeta, që nuk e denonцoi. Motra ime vuan për fëmijët e vet, Odeta. Ai merrte i përplaste për murt. Ana sa herë ka qenë në nxime, edhe kur më fliste motra, e thosha, boll Alma, boll. Ka thonë që vetëm duan vjen një herë këtu se do ta vras. Do ta vras me duart të mia. Sa nuk e pranon faktin, Odeta. Nuk e pranon faktin. Po të them që Alma e ka lënë. Është lart atit. E dëgjuam Suelen se çfarë tha përpara 24 orëve. Ajo është duke më pritur, kështu që unë do hap britaren dhe do ftoj më një herë Suelen, pasi ajo sot kërkon që të jetë përballë ish kunatit të saj. Edi, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj që e nje Suelen. E njo që këna mojnë qafë. Kjo e pone albën gjithë ka. Kjo si maqistarë. Çe po thua? Edi. Por ke mojnë qafë albën ti? Edi, të lutem. Edi, një sekond të lutem përpara se fillosh të flasësh. Ku Edi? Ku e marr? Jo, Suela, të lutem. Të vëj një rregull, të lutem. Edi. Po, patjetër, Odeta, më thuaj. Të lutem, përpara se të nisim një bisedë, jemi të rritur të 3, jemi qytetar, nuk dua fjalë ofenduese në mënyrë absolute as nga ty, as nga Suela. Unë nuk e kam edukatën, Odeta, më vjen keq. Kështu që Edi, tani të lutem, përpara se të flasi Suela, do flas unë. Më shes, ke shtuar për dorë Koxa. Po Odeta. Edi. Përshëndetje, Suelën e njoh shumë mirë. Kjo do më thonë, kjo ne ka përçar gjithë ta gjona të Por pse të ka përçar një kunata, ma shpjego. Nuk e di si çka kanë, nuk e di si çka është. Ende kur i fol telefon, kalamet për shembull, që nuk e dinte të folën me fëmijët. Edi, tani të lutem. Edi, Suela, një sekond. Edi, Suela. Sa herë ka kërkuar Alma të flasi me
ty thoja, nuk janë fëmijë. Ti kjo ka po blok, o teta, kjo ka po blok, vetëm kjo ka po djeva për Edi, të bëj një pyetje, Edi, Suela. Jo kalamajt, Edi, jemi të rritë, jo kalamajt. Suela, të lutem. Jo, Edi. Zemër, të lutem. Edi, të bëj një pyetje, sa vjeç është Alma? Sa vjeç është Alma? Alma 38 vjeç, për e me mu, 39. Po një 38 vjeçare për burrin do pyesi motrën kunatin gjithë fisin? Se unë për burrin tim nuk pyes fisin. Që nuk e di edhe, nuk e di si që i bon ta, që ku karë kjo kështia mu, ku karë katërin, që ku karë kjo. Një herë kam se në të kështia jo, një herë ku ka marrë vetë Një atëre që ku karë kjo tjeta në ka përqa, që ku karë kjo kështia. Po çfarë interesi ka? Që ku karë kjo e teta, që ku karë kjo në ka përqa. Këto janë hamencimet e tua apo ke fakte? Çfarë interesi ka një motër të shkatërroj motrën? Se unë të se kuptoj. O e teta, ke faktin e ty, e mora motrën ka, e ke faktin e ty, e mora motrën. Jo e mora motrën, motrën e kam duar të mija dhe e kam të sigurta, o dhënues, si ke thonë Almës, si ke thonë. Unë i kom kërë hajtë kishti, ke kalamajtë. Të motrës time ti veslitarin sytë të të rheqës varë. Kushe ka po litarin për me, kushe ka po ju e po të ta. Se kam të gjajnë, o dita kam të gjajnë të gjallë. Gjajnë ka kohë njona e tjetër, që gjajnë të kumboj. O e deta, i kjo që martu i herë të na i kjo. Ore, lëri tani, o Edi. O dita, më ta ime, ka dalë 12 natës. Edi. Me që ikte natën, me që ikte. Ikte me tashnur për merë dhe ikte. Ka ikur zbat, ka pa një paskatona Edi nga dhuna i që i bërë. Pse ikur? Se ikur e të kavarë një të tashnore e të tonë që për e jote. Shkyje i thoshe, o tim dërsia. O e deta, unë nuk me endesh me këta, për të më kanë marrë në qafi ka. Jo, Edi të lutem. Edi të marrë në qafi, si të mitë, e si kjo, kjo me që këta, kjo ta ofi të rrugën ma jo. Unë ojë të fëmit jenë mirë me të. Unë e marova e këto, e të me mision. Edi. Almën e kanë do taj të kështia e ti. Edi ka, Olivia ka një nuk e ka taku. Olivia ka një. I ka po blok. Kthej përgjigje Suelës. E ka po e oma, i ka po tjerë nuk që tja. Që oma sot këmë? Në që që vite tja për të dhe që e kam qu. Që thot me? Po të pyet ish kunata, pse vajza ka një shën në fytyrë? I kjo në ka marrë në qafë e teta, për zotin e mos në ka marrë në qafë. Të lutem. I kjo në ka marrë në qafë. Kthej përgjigje Suelës, po të pyet për mbesëm, pse ka një shën në fytyrë? Çka ka ndodhur? Olivia. E ka rrëtë e oma i ka push dhe gjohë e teta. Olivia, por pse nuk e ke denoncuar? Edi. 5 muaj, se duke ushqyer. Ka i mërojnë o e teta, nuk shëti qaj nuk dojnë o e teta. Po pse kokë? Me pjatë në kokë, O e teta që e shenjët atë e teta. Pjatat e xhamit. I kje me vite ka i mërojnë të gjohë e teta që nuk dojnë o e teta. Jo, tani të lutem. Ke akuzuar në live me Odetën? Ta keni typin për vete, ta marrë me vete. Nuk kemi typin, nuk kemi bërgjë për typin. Edhe uroj që fëmijët e motrës time aty të jenë mirë në duart e tuja. Në duart e tuja. Shumë mirë. O dhënues, ti je një dhënues. Sa herë Ana ka urdhëruar. Vetëm bonus dhe i ka binda e te. Ti ke marrë motrën time e ke Izë, ti që ku darë kjo e deta, që ku darë kjo në ka përqa. O e deta nuk e qaj të të mejta. Jo, Edi, të lutem. Edi tani nuk është serioze. Në çdo live që ti futesh me mua, me ish kunatin Itali, me burrin e Suelës, ti thuaj ti ma prishi familjen. Unë do të fol me Olcin e me Almën, me këta kam punën. Se Olcin ka thonë muaj, me les me ta tisë nuk i dura të mkuj. Me Olcin do të folën e me Almën. Unë do të fol me këta dy. Shku ka mu me këtë, kjo në mund qafë. Po ti e ke akuzuar Suelën, more. Në familje që ku ka arë kjo, si që më përshqe për edhe. Në familje përshqe të unë të ti. O e të jetë kem këtë. E e kjo, ju kom pik me shpyte, ju po që mesh. Me po me laftet e pin cigaret e pin bjera, ma vonë vojtë me flet gjumë, njonin përvakojnë mjestë. Vojta unë, i kem përvakojnë qvesh, vojta ke tjera qvesh. I kjo është, ta kem të përvetë kërë ka përshqe. Unë nuk di që të kejmë mojtë, unë nuk me në të këtë. Kur, ma thuaj të Edi, pas ta kemë të në vetë, ta majë vetë, si që kam bota, unë nuk di që të kejmë. E kanë lutë Almën ajtë të shpia, vizitoni Almën, ata e këtë kam vizitu buri vetë, i këtë buri kësaj. Ore, me Po që qafin, po që qafin, që qafin i kështë i buri jetë me i konë Almën. O deta, kjo qafë që thotë ky ka qenë se unë jam lutë burit. Ja, ku janë kalamojt e kanë të gliru, dhe e kështë ka kalamojt e, se u bërta 15 ditë. O deta, unë të thot me Olcin e me Almën. Olci ku shësholës?
Ke policia, përdeshti ke policia. Zdeshti ke policia sa herë. Alma I këtë të mandatë, të kontë I burrën e ka boja modrë një qukët, vetëm e ta kunë të mandatë. Edi të lutem, Edi të bëj një pyetje. Edi, ti kërkon që Alma të kthehet. Alma nuk kthehet më tek ty. Fëmijët pse ja pendon? Fëmijët pse nuk I lë të flasin me nënën? Pa e martua, e përlejë të ka ka martu, I kjo, e të rritë. Ka kanë 12 natës në për të rejtë. O martu e të, përlejë ka për të gjithë të betë me ikë, e të, gjithë se betë me ikë. Të lutem. Ajo martu, e përlejë për që të vjene e, unë së më rritë ditë pas me të me e të. Pse nuk I lë fëmijët? Edhe nuk rrit dot, po ti e ke ndaluar, o fullisir, ti e ke ndaluar. Ashe di këtë, kjo magjistarë, dhe kjo është më mbrejtë. Ti ke shkolla në mira herë, dhe ke faktë. Me burin, pra, mi bur tjetër për të për pa burin që buri ka marrë. Për që e binte ke shkolla, që buri ka marrë. Motra ime, o deta shkon. O e deta, për që e binte ke shkolla, Alma, për që e për t'i pa burin e sajtë. O Edi, tani se martohet Alma. Motra ime se nga libra. Kjo e për në tjera, ju për në tjera, unë du të për me orësin herë me Alma të këtë gjona. Unë me këtë së sajtë të. Nuk ja vlen Suela të vazhdosh me Edin, I cili edhe nuk jam dakord që ai akuzon gjithë dynjan. Po flas vërtet, aty u atërova. Ai, çfarë thot ai? Futet pa mlajt, në qoftë ka I ftyrë. Çfarë duhet tani? Nuk duhet pastroj asgjë. Unë, si s'po them më dhimbsen 4 nipërt edhe mbesët e mia aty në duart e kujt jam. Po në gjithë histori, edhe mua ata më dhimbsen, fëmijët, ata janë të pafajshëm. Se çfarë bën Edi dhe çfarë bën Alma, të pafajshëm janë fëmijët. Alma nuk e bën asgjë, Deta. Jo, flas në kuadrin që çfarë bëjnë ata të dy, janë të rritur. Edhe Gjon, pse nuk lejon të kujtosh ka Oliva një shek këtu. Ai asgjë nuk pranoi aty, asgjë nuk kështu, po në momentin kur motra ime ka ik, I thosha Alma, nëse ti vërtet Alma, si thash, iku atë natë, Odeta, iku nga ati këtë gjaj që e rriqe ky. E di pse e ka ra? Si që funksionon në fshat, ishte ora 5, a 4 dhe ishte të kasolla, e lopës. Edhe po ishte jam e hongër, mi dhonë në shqip, edhe vjen ky thot, se ky rrinte gjithë ditën rrugëve, Odeta, librasht. Nuk ka njëri që se njeftë në librasht. Edhe dhe tha në orën 5, ishte pirë, tha ishte bërë tap, edhe tha, po ti që bën këtë në të orë? Ndërkohë që shkone, si kanë më të ndrime që ishte bo. Edhe ka po të grepat, që unë të vres ti tani. Dhe tha, Edi, që po thu se po ushe lokon. Oke, më shkëm shpi, tha, ty vazhdo dhe papa, nuk e dish, edhe unë janë nga që jam shumë kështu, edhe nuk mund t'i majnë në detaje, e kupton? Edhe Suela. Edhe shkojnë fëmijët sa të flenë gjumë, edhe kur kemi vënë polici po flasë. Ky kam politika që në 2018, dhe unë sa kisha lindur atëherë, dhe nuk I vajta marrë kur motra ime kishte këto probleme, që vajte dhe atje në shoqat, si s'tash. E qartë, në atë kohë. Okej, e fali edhe vazhduan prap një e fala, gabimet janë të asaj që fal një... A mund falë të I person? Suela, nëse historia është kështu, Alma... A mund falë të I person, ka ishtë po them? Po. Jo, po të them, nëse historia është kështu, ajo të luftoj... Dhe mund shkojmë të pyesim këtë dua shtriu, historia është kështu. Ajo të luftoj fort për fëmijët e saj. Po lufton, po ta them dhe këtë. Kjo është e rëndësishme. Më ka për avokat dhe me 29, nuk e di. Por fëmijët ai këtë është shumë as vetes, Odeta, sa fëmijët nuk munden të vinë me motrën time. Edhe me këtë gjë që ka për avokat personal, se na e lëm çdo gjë shtetit. Edhe për policinë, duhet të flas edhe për policinë e Librazhdit. Si thash iku motra ime se ky vojt atje po e tregoja. Kur ne kemi vajt në polici, si thosh ai ikte me ditë atje. Nuk kemi vajt me ditë. Nuk vinte motra ime, shkonte çfarë thosh ai martuan ne nga Quksi.
Nuk se di, ose janë se esën e këta. Edhe motra ime binte një herë vit shkonte ke motra aty bashkë. Kur shkoja unë i thosha Alma, si s'mliren motra, ti takosh me motrën tonë. Edhe linte me shumë vështirësi, një natë rinte motra ime. Edhe ikte më gjithë kështu, që kur ikte ajo në dhimte shpirti. Po që të thosh, nëse din se mostre kishte, okej, ikte. Një natë, nuk rinte më shumë mo. Vinte dhe me fëmit. Në momentin që kam shkuar në polici, nuk kam shkuar, si sa që ka vetë kjo se pa e tregoj, që ky shkon e dhunon, që që bën këtu në kasol, okej, shkon shpi, pastaj ikën, tha. Ikën edhe kisha bën fëmijë gjumë vjen ky. Po të them që bën të kasolla, si që ka tregu motra dhe fëmit, edhe nga goja e fëmijëve e kam gjuar këtë. Edhe më kapin tha mi futi thot këtu në fyt. Edhe isha, aty tha Ela, kam pa vetën aq ngusht. Të mërshme. Tha, kam qenë gati do më vetë, pa e një fëmit, edhe zbesin se ka një shtëpi dy katë, edhe zbesin fëmita i lidhen në qafë, e bickojnë. E bickojnë dhe u kthehet fëmijëve. Edhe Olivias, zemrës tezës, i gjumë kështu, duk në kokë, që pse ndërhyjnë. Edhe fëmit tremen, kështu dhe tha, veç me gjë që kërkoja, që mendova në të momentet ti ku do ikte, ke Xhaxhaj, iku ke Xhaxhaj. Ka ik zbat, ka qenë nëntor. Jo, shkoj ke vira, tha, tha i loj fëmit, tha, dhe isha vetëm gazetarja, tha, edhe e urrinte kështu, mbi kokë. Se unë dola, tha, jashtë. Edhe e urrinte fëmijëve me grushta kështu, tha. Edhe i them, tha, shkoj atje, a virës po në atë derë, nuk dua të flasë në atit, nuk më intereson fare si është në atit pas jetën e gjata, jo? Por që shkoj atje, tha, dhe shketa në gjumë, plak, edhe thotë Alma, që ka? Unë të nuk përdojë dhe vetëm i bi derës fort, tha, dhe shka moa dera, dhe i them që të lutëm, i ke fëmit. Po ti Alma, të lutëm, i shko ke fëmit, se do mi vrasit atë Alma. Edhe aty në të momente tha, si s'ka qenë shtëpi zbat, kështë tha iki. Andrea shpyllët e ashtë, nga Gzaveshe, me shkulli bashkëton është diku 20 minuta, po është pyllë, nuk ati, asë njërës zi gjo. Edhe shkën ke Xhaxhaj. Ke Xhaxhaj e shofin atë sa të dinin këtë Izrael, se motra ime nuk ishte vetë një herë atje. A ku e në gjithë në bëshere, në gjithë ke Xhaxhaj, se nuk kemi vetëm në motrat. Shkon ke Xhaxhaj. Edhe ishte orën 6 e mëngjesit, më merr motra mu, se e kisha marrë nëse Xhaxhaj, e thot, Alma është këtu, të lutem, bënë diçka, thot. Ajo i thot nëse Xhaxhaj, shko dhe nëncoja. Edhe më merr mu motra, dhe më thot, Ela kështu. Thot, Alma, ajo e ka dhënuar, thot, ka dalë mes natës jashtë, në përvarreza, në përpyll, thot, zbaf, që të bëjmë? Ajo, unë do ikë, thot, tani atje, ke Xhaxhaj, edhe marrë Almën poshtë. Shkojme dhe themën, okej, kisha të gocën e vogël, edhe unë do vi, isha orë 6 mëngjesit, të bëhem gati tani dhe të po nisëm. Ti ikë para, i the. Ikën motra atje, e merë me taksi poshtë edhe shkojnë ke policia. Po policia aq poshtë dhe policia. Edhe unë shkoj pak me vonesë, kishe vajtë motra tjetër më të, edhe thot, a shof motra një dorë këtë Almën. O zëti mas. Edhe aty zoj e qaj, them, a e të nënsove? Jo, më thot mu. Edhe bërtasë, të them, që po bënë? Për qëfar nuk të nënson? Alma ka videot me atë, sa shumë e kërcënonte dhe fliste një fjallor Odeta në sytë fëmijëve që thosht Alma, të lutem Medi. Sa i thosht, hajde, po të përri me, mos të përmen, me atë ti, a ishte ke unë. është, më dëgjo. Sula. Më shumë, o zoti ma, nuk mund, nuk është edukata ime që ta flasë të gjë. E lëma të shkojnë policitë, atë policia librazhet ndaje, mos të denoncohet ndaje. Ndërkohë që i kishte dhe kallëzimet e tjera të para aty. Okej, ke thotë nuk kthehem më atë njeri, policia duke thonë mos e ndaj, mos kërko divorcin e kështu. Okej, edhe thotë kjo, nuk shkoj më ka se unë kam frikë. Nuk mundem. Por pse policia nuk e mori denoncinin, por i jepte këshilla të ndaj?
Nuk e di. Këtë nuk e di, edhe policia e Vrazhdit. Nuk e di. Ishte një oficer bene kishte emër edhe dërhive shumë se i njifte, kësa shkonin pinin hanin pines, nuk e di pianesi po në këtita, si ta thejmë, kanë shku më mbrapa dhe kur janë thy komët nuk janë thy tani, dhe i hecën shumë mirë, mund vi dhe këtë takoj aty, edhe mund vi dhe unë përballem atë, komët edhe pse u thyrë atit. Se ishte histori tjetër kjo pastaj. Si thash, ikëm ke motra, pastaj se unë isha në Tiranë, jam me punë, edhe shkojmë ke motra, se nuk e të nënësojmë, thot policia në bashkë, mos keni frikë, duke net me frikë atje shtëpi, mos keni frikë, thot se do jemi në kontakt gjithmonë. Vetëm Alma kërkoi divorcin nga një njeri. Për të nënësu jo, nuk e di pse. Kjo është gjëja më gabim që keni bërë. Ai do të ishte pas hekurave. Odeta, tani nuk jam në kështu, po mund t'i maj mend dhe me data, dhe më kështu ku kam qenë, në polici. Që thosha, si mundën policia e Libash, thotë që mos e dënancoj, e kupton? E marrim Alma, shkojmë të motrën atje në Qugës, edhe rrim atje, i them Almës halë dikim bashkë Tiranë, sa atje kisha frikë dhe atje. Thot ajo, Ila do... Sa qëtohet pak situata, do vi, thot. Unë vim Tiranë këtu, edhe këtë bën shkon me një gocën të gjajt vetë, edhe merë, jam bush me një në Almës. Thosh nuk mund vin Tiranë se i kam fëmit këtu, thoshte. E kupton ishte ajo situata që nuk mund të merr direkt Almën për Tiranë. Po qëndroj të motra tjetër në Qugës, në fshat atje. Edhe këtu, flisja ishte në gjetje shumë keqe dhe merë të këvlaj këti, të zoti mathe, i kam pas me ofendimet më doja, i thoshte, ku është Alma? I thoshte, Alma këtu. Po pse ka i ka lënë fëmijët? Ore, është kjo arsye, po unë do të qirop ty, tha, ka i më Kaçi më falë për këtë shpeqe, po thonë, unë tha të qirop ty, tha dhe Almës, tha, që po boni kështu, ore, Alma nuk ka asnjë fajt, thash. Alma është këtu, edhe vajet i ka bërë këto. Po s'kërda, s'do burë, tha, e rreth grunë e vetë. S'do burë, tha, edhe në grunë. I thash, më vjen shumë keq që ti po përdor këtë gjë, i thash, pa e thu këtë gjë, po Alma është këtu, i thash, edhe këtu i ka bo vllajot. Po fëmita ku i ka? Fëmit thash i kalon ati, sepse ai tenton të ambys, i thash ka dhënë dhe fëmit e vet. Pastaj 2-3 ditë kështu merrin gocët e mami hajde, po se erdhon do ikë do vras veten, thashta, ana do ikë thirrën të shkëmbi, edhe kisha arsye, Ela thoshta, unë nuk mund të ndaloj fëmin, gocën ashtu, se i thash në hajde Alma ikim aty ku jam unë, të marrim dhe fëmit, të shkojmë, që mund të thoja, sa jo kishe fëmit atjerë, nuk mund vinte me mu këtej. E qartë, e kuptush. Kam jetën time këtu, si sa në Tiranë, jam me burrin me gocën. Thash qartës unë për ikë, se nuk mund të rrithash mo, se jam punë, motrës. Erdha, flisja me ata, jo, e merë ta i hajde ke fëmit me si ikën të jebën këtë gjë, pa marë parasysh që kishte bërë ai. E qartë. Edhe, shkam në tha motra, kur ishën aty të shtëpia duke ne tha vjen, isha ora 9 të gjithë të darkës, bidera. Po këtë të thonë, si që janë të në fshatë, të mështetë të kështu, sa mendova se kishte pa hire një fejë për nderë, edhe mendova se të denjë të dëmshjet që më ndunë, e hap derën të kur shak me ata ishën shkam të dyja. Edhe futet vjen një gocë të zhajt ftit edhe thot Alma, hajde ktheu edhe këtë herë, të lutem, Edi nuk do t'i bëjmë më këtë gjëra. Kushte motra merr vllajin nga shtu ka ardhur Edi, thot ai, po i për çka ka ardhur. Edhe ja premton, i thot që të premtoj që motrën tënde thot nuk do ta prek më me dorë. I thot vllajt tim, kur e marrin telefon që kështu ky ka ardhur tani këtu, erdhi pa. Edhe bëj që Alma të kthehet. Edhe del garant, gota të ftit. I qartë. Që Alma kthehet. Ajo e besoi dhe u kthye. U besoi, sepse i thot vllajt që të premtoj që nuk do ta prek më me dorë. Se ja kishte premtuar dhe herë vllajt tim këtë gjë, që të premtoj që nuk e prek më me dorë.
ikën Alma, pastaj mbaj mend edhe një herë që ka qenë ditë Bajrami, flas për ta urur motrën për Bajram. Edhe ishte një shej këtu. Një drekës, një shej të madhe, i them, "Ana, çfarë bën si po kalon, ishte drek kështu." Gëzuar Bajram, thash, "Po, çe ka vra, ku e vra?" Po jam ngris me ferra, më thot më. Thash, "Ja, më thës, nuk duket ngrisje ferra ajo." Jo, ka qenë darkë që ka më fal. Thash, "Nuk është ngrisje ferre kjo", thash, "Kjo është." Edhe hodha smetat e matan, teze, tha, ja ka ngull pirunin babi, tha. Sa të ishte drejt Bajrami, kë kishte qenë gjithë ditën duke bërë ato dvetat, siç e kishte zonat, edhe shkon në shtëpi, tha Alma, unë po i marr edhe fëmijët, se do vim babi të ham bukë kështu. Vjen ai, e shtrojnë bukën në hëngër, tha vetëm kur e kapa të pirunin djerja në sy. Pa lidhje, pa arsye. Edhe ma tregojnë fëmijët këtë. Edhe unë këtu kur ngjë të them Alma, të lutem, mos dëro. Por gjithmonë jo të linë të fëmijët atje. Edhe në momentin që Alma kalon fëmijët, ka qenë nuk e di atë, ajo është shumë i poshtur si njëri Odeta. Edhe në momentin që Alma kalon fëmijët, tha kishte ande nga Librazhdi, kishte bërë ato të vetat, edhe erdhi në shtëpi, edhe bërtisa o lëriste, tha. Sa shifte një komshin në rrugë, ose një që dilte kështu të bënte, oj, kur! Edhe ky, që dhuna më e keqe, pastaj filloi që kur motra ime ka pas denoncuar në 2018-ën. Në polici, e qartë, e kuptoj. Në polici. Edhe i bërtisë, i thoshe fjalë më të ndyra, i thoshe, Edi, po nuk i bëhet qipi komshin se ti del bën kështu, po lutem futu mrena. Okej, vjen, sa futet mrena dhe i thot të fëmijët, merrni birni kësaj me gur, se kjo nuk është një nën, se kjo ka denoncuar baba në vet. Sepse ishte mbrapa kësaj gjoje që ai ishte në polici edhe motra prap nuk e denoncoi aty. Edhe në momentin e fundit që motra ime ka ardhur tek unë, ka qenë, si thash, shkon ky thotë gjuni duke mësu fëmijët që bjerni me gur kësaj se kjo ka denoncuar babën e kështu. Ishte më mbrapa mbasi ishte në polici. Kupton, përveç se e shkruajta nuk e denoncoi. Sepse kur e thosha pse nuk e bëre, Alma nuk e bëra për fëmijët, thosha, ose frika, kur dilta ai nga burgu që do mbonte, duke hequr gjitha gjëra nga ai. Edhe tha, merr çuni Luido, merr një gur dhe ja gjun kokë, thaj, bap. Se tha isha poshtë, kanë qenë kështu më sipër dhe në kap gurë këtu tha ty më trollos. Okej, tha i marr fëmijët, tha i vën gjumë, fle atë natë nuk më ose më ka thonë nëse mbaj mend ton, ngjem gjëse dhe them. Ana, mami, se kishte thonë, edhe ato e kishen pa, dhe fëmijët e mbështes, mami ik, i thoshën. Mami ik, i kanë thonë fëmijët vetë, mami ik, Ana ka qenë, edhe Olivia, mami ik. I thotë, mami nuk duron të më gjithë të gjë. Do vini me mamin, po ku do shkosh ti? Sepse ai si e thotë tani që kjo është e shkaktarja. I thotë, hajde s'diki me mamin, se ku do shkoj, do vetëm tik nga këtë, thotë, se mami nuk po duron më. Ajo ka bërë Suela, ajo ka bërë gjën e dur që është larguar, ka shpëtuar, do ta bënte përpara këtë gjë. Edhe i thotë Ana, i thotë mami të lutem ti ik, gjë në vend, thotë, edhe ne do vim, thotë këti. Edhe unë isha në punë, bi telefoni i bi një gosë në zëzharit tim se motra ine s'kishte as telefon. Edhe e takon rastësisht në Librasht. Edhe i thotë, se lutet kam nevojë urgjente të flas me Elën. I thotë ajo ke më merr mua, ajo. Me gosën e zëzharit flasim si gosë e zëzharit, po që për binte edhe e hapon, i themi emrin, thotë, Alma është këtu të flasi. Okej, themon. Ela thot, unë po vi aty, thot. Të lutem, ku je? Se ajo një herë kishte qenë nga një bë edhe operacion nga shtylla korrizore, kështu një herë ka qenë si mban mend. Edhe i them, okej, hajde, unë jam punë, po vetëm lajmëro, thot, po s'kam si lajmëroj. Edhe e jap si adresë kështu ku isha unë, vjen si ka që jo, i them të lutem, duhet blesh një telefon, e thasë nuk kam si të lidhe me ty.
Edhe ble një telefon aty, merr 50.000 lekë, kisha shitur nazën që kisha pasur, nuk e di. Kisha shitur nazën në vetë dhe kisha marrë një telefon. E them të lutem duhet më blej më rastet, nuk e din të rrugët. Edhe unë jam të puna. Kur doj që ti të arrish në Tiranë, mua më merr. Edhe sa kisha ardhur në shtëpi dhe i bi telefon të jam këtu, jam aty, dalë marr. Kisha marrë valizën në shkreta. I thash Ana, po fëmit, vetëm kaq të them, po fëmit ku i ke? Ella tha, unë nuk po dëroja do të mon, thot më. Okej, vjen në shtëpi dhe më tregon se datën kështu. I thash, ajo ka marrë urdhër mbrojtjes shumë herë, Odeta. Urdhër mbrojtjes ka marrë shumë herë edhe në për ato gjykata, në për të gjëra i kanë thënë me urdhër mbrojtjes si funksionon urdhër mbrojtjes, Odeta? Që do thot ai person nuk duhet i afrohet aq metra sa e ka përcaktuar gjykata. Dhe kur e lejon me një shtëpi, po me atë njeri, si funksionon? Është një letër pa vlerë pastaj. Po pse pa vlerë? Nga kush? Po pa vlerë, në momenti që gjykata do pajisë një urdhër mbrojtje, do të thotë që ai person nuk duhet i afrohet më. Por në momenti që motra jote e fal, s'ka vlerë më ai urdhër mbrojtje. Jo, urdhri mbrojtjes motra ime ajo ka pas aq shumë denoncime, Odeta, me atë njerëz, sa policia i thoshte dhe herën e fundit motra ime ja ka bër denoncimin atit. E qartë, ja ka bër, me sa di unë. Ajo dytë ishte larguar shumë e herët. Ja ka bër edhe i ka letër e motra ime që është me urdhër mbrojtje, edhe ishte këtu që motra ime momenti final që motra ime mori guximin me ik. Dhe erdhi tek ty dhe bëri gjën e duhur. Po pra. Unë jam pro kësaj gjë. Nuk e bëri gjën e duhur. Ajo bëri gjën e duhur që u largua nga dhunusi. Dhe tani të po nuk bëri gjën e duhur që la fëmit ke duhet atit njeriu. Por ajo sot duhet të luftoj për t'i marrë ata fëmijë. Është duke luftuar, Odeta, vetëm shpirti ime. Sinqerisht. Vetëm shpirti e saj dhe imi e di se sa po lufton ajo. Sinqerisht, mua më keni në mbrojtje, unë jam në mbrojtje të grave të dhunuara, nuk dal kundër tyre. Edhe unë që nuk kam as shkollën, as s'ka lidhje. Sa i ka folur shumë gjëra të gjykatës që ka dhënuar motra ime, fëmijët si ka dhënuar motra ime. Motra ime shkonte, si s'kishin ato gjyqe, se motra ime po bënte që për të marrë fëmijët. Edhe shkonte aty afrosh ata i bështinin. Ai kur? Ose të bëj. I ka tite. I ka ajo të teze, kështu teze ata, sa kanë teza i do teze ata. Nuk kanë teze sa shumë i do teze. Edhe i mbështeta, i pata këtu, si s'thash. Edhe ndodhën shumë gjëra nëpër gjykata, nëpër këto asnjë lloj kështu që motra ime, si s'thash, aty që ka thonë ai ka dhunuar të gjykata, jo. Shkonte motra ime sa i shifte, thashë Ela më kënaq si shpirti. Thashë bosha me fletë, të shkoj t'i afroja, e largoni. Edhe ai konati, vllai këtit Edit, ai që edhe mori mua më fendoi tha, çdo burr edhe në gruën e vet. Kjo është e paligjshme. Ishte vetë atje, ishte në të gjykatën në Elbasan. Shkon në ke një orar, shkon para kohë dhe ulesh lokal. Do pis një ujë, do pis një kafe, edhe këta ishën tavolinë. Tha, unë sa shofa shkoj fëmit, tha ti kam qafër, tha ta më refuzojnë. Edhe kjo i bështin, çernon e jeti që praktisë fëmit e tu i thonë. Kaçi, koxa. Janë të rënda. Edhe që më thot mu që çdo burrë edhe nonën gruën e vet. Çdo burrë edhe nën gruën e vet. Janë të rënda, janë sinqerisht të rënda. Mirë, Suela. Edhe thot, okay, largohem. Edhe aty që duhet dal taj momenti që motra ime ka dhënuar para gjykatës. Jo, motra ime ka qenë mbas gjyqit. Që shkonin fëmijët fusin gjykatë, ishin në këto çështje, nuk e di se si funksionon atje, por që motra ime nuk mori asnjë lloj, duke pas me letra, me gjëra, me video, me një fjalor banal, që ai fol. Motra ime ka një video që ai fol një mënyrë, një print, nuk mund të flasë ashtu në sy të fëmisë, më fjalë më të ndyra. Edhe duke i parë gjykata të gjëra nuk bën asnjë lloj gjëje. Edhe futën fëmijët, i nxjerrën ato gjykatës, i nxjerrën jashtë, nuk lejohen fëmijët këtu. Ky e kishte çoja ty 8 fëmijë. Ky përdorte vetëm fëmijët. Okej, të motra dal jashtë dhe më thotë Ana. I thotë mami,
Edhe më kthej kokën, thosha, a ishte me avokat, ka kapën avokat, të një bravo i qoftë. Kurse motra ime e la shtetit atë gjë në dorë. Ai kishte avokat. Ta ishte me avokatin, nuk e di emrin. Ma ka thënë motra pa kam harru. Edhe me 2 gocat, fëmijët e vegjël nuk ishin. Edhe më thotë mami, edhe më kthej kokën, më thotë ndalose unë ne do vim me ty. Ndërkohë që tha ato më bështyn, më thoshën fjalë më ndyra, tha aty më zhbo zemra mal, edhe i them pa Ana. Ato vetëm vinë, tha dhe thulen ke telefoni. Ke telefoni sa atë pikësënime tyne që po bonte ajo që po rinte ke unë. Ajo po bonte krime më të madh, po rinte me Baxhanakun. Kurse Baxhanakun, ndërkohë e di unë problemet që kam pas me Baxhanakun. Baxhanakun unë në kam burrë dhe i kërkoj falje për këtë gjë që e kam bë. Që ajo është në këtë të lashë sot. Të lashë, nuk janë të lashë, pa thjesht kur ti dëgjon ke një njeri që nuk janë të lashë, se në di kush është burrim, di ai bërë se jo luta unë në i bo. Jo. Edhe përmeni edhe aty, duhet të këtë që kakë dhe këtë qafë që thoshtë ai. Aty tha të mësurën, kapin telefonin. Po këtë telefoni kishe video, të kishe gjërat. Që ky kishte folë në fjalë banale edhe nuk ato për ne donin. Të merrnin këto gjëra. Edhe thamë sforcohen të kanë telefonat, e kishën o zotë imagjine të dyja, sepse një nën kur nuk mundet në atë situatë ishte motra ime, t'u kthesh fëmijëve vet. Nuk edhe tha vetëm kur kanë ndërhy njerëz, kështu ka ardhur një grup tha çfarë po bëni? Edhe i ka kap gocat, ata gocat janë kthy shumë keq motrës. Asaj Nënës. Asaj zonjës që ka është shumë të shumë. E po ti kush që e largohu kështu, dhe kam bajt direkt në polici për t'i bërë denoncimin. Okej, tha motra unë në një gjendje që isha kështu, se unë nuk mundet t'i shkoja mbrapa sa herë, se motra ime i ka pas të seansa gjyqësore gjatë gjithë kohës. E qartë, e kuptoj. Edhe unë isha në punë, unë jam punë private, edhe tjetër nuk të lejon që unë shkoj taloj punës sot X, thot se... E qartë, është e kuptueshme Suela. Edhe i bëm denoncim në Elbasan, shkoj aty, tha një gjendje shumë të keqe, imagjino të kthehen fëmijët ashtu, zoti Marko, nuk e di, them me motra ime ti shoqërish zotë që e gjallë. Edhe i them, ti ke dhënë fëmijët. I thot, unë fëmijët e mi kur nuk i dhënoj, thot, se po më për ato fëmijë, motra ime 20 kg rrobë është bë. Unë për ato fëmijë thot, i kam vetë në këtë gjendje që po më shikoni. Edhe kjo ngjarje thot ka ndodhur para gjykatës. Edhe hajde ikim hapim në kamerat thot. Edhe shkojmë, më kanë dhënuar fëmijët mua apo unë fëmijët. Okej, aty nuk e di ç'm ndodh, pastaj me letra e kështu, del motra ime, rri shumë pak aty. Se shkon, këtë skena i bënte ky tha, edhe kur fëmijët më mësuan avokati, edhe ky e diko, xha qeshnin. Kur e sipin të skenë. E kupton sa rëndë është? Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite unë jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.